Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, ndërsa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozër, padyshim se jeta e njeriu në këtë botë shoqërohet shpeshherë me begati, por edhe shpeshherë me sprova dhe gjëra të pakëndshme. Dhe njerëzit do të dallojnë mes vete edhe në shfrytëzimin e begative edhe në tejkalimin e fatkeqësive. Dhe dallimi i tyre në shfrytëzimin e begative dhe tejkalimin e fatkeqësive realisht ndërtohet në kuptimin e drejtë të begative dhe të sprovave. Varësisht si e kupton njeriu begatinë, ashtu edhe pastaj e shfrytëzon. Dhe varësisht si e kupton njeriu sprovën, ashtu edhe e tejkalon dhe e përjeton. Andaj Allahu xhallahu ala na mëson në Kur'an se kur na godasin sprovat e kësaj bote, si duhet ne t'i kuptojmë ato. Mbi cilën bazë duhet t'i analizojmë të gjithë ato që na godasin jetën e kësaj bote. Dhe varësisht nga analiza dhe koncepti që kemi përballë sprovës, ashtu edhe pastaj bëjmë edhe hapin e duhur drejt rrugdalës dhe në anën tjetër, sikur që përmenda, edhe përjetojmë fatkeqësinë dhe sprovën. Allahu xhallahu ala në disa vende në Kur'an na përmend për burimin dhe shkakun e sprovave në jetën e kësaj bote. Një nga këto vende në Kur'an është fjala e Allahu xhallahu ala ku thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Kjo është një rregull i jetës, një rregull që Allahu xhallahu ala vendos në Kur'an e që ka të bëjë me të gjitha ato, do të thotë sprova të pakëndshme që na godasin jetën e kësaj bote. Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma asabakum min musiba." Nuk ju godet asnjë fatkeqësi, asnjë musibet, asnjë pakëndshme në jetën e kësaj bote, e që nuk është si pasojë e asaj që ju vetë keni vepruar. Fa bima kasabat aydikum. Është si pasojë e veprave të juaja, e mëkateve të juaja. Wa ya'fu an kathir. Edhe pse për shumë nga ato Allahu i tejkalon. Do ju për çdo gjë që ju bëni, Allahu ju dënon këtë botë. Mirë po, një pjesë e këtij dënimi do të vijë në formë të sprovës që Allahu ju sprovon jetën e kësaj bote. Dhe kur besimtari e kupton drejt këtë rregull të jetës, padyshim se përfiton dobi të shumta. Një nga ato është se kur e kupton se çdo gjë që e ka goditur jetën e kësaj bote është me drejtësi të Allahut azza xal. Dhe e ka godit pikërisht ajo që ai ka merituar, nuk është me fajin e askujt, po vetes ti. Kjo e bën që fillimisht të pajtohet me caktimin e Allahut xhallahu. Se realisht nuk është e huqur ajo që të ka godit, nuk është rastësisht ajo që të ka godit. Është fillimisht pasojë e mëkateve të tua, fillimisht e para, dhe e dyta ajo që të ka godit është me mesazh caktuar, e ka një urtësi. Se Allahu xhallahu ala po dëshironte me shkatërru njeriu për shkak të mëkatit, nuk ishte me sprovë që i ndihmon me sabër me të i kalu. Por kishte me e godit, një goditje që nuk do të ketë mundësi ta merr veten pasaj. Prandaj, edhe pse vjen nga njëra sprova në formë të dënimit, realisht është një mesazh i Allahu xhallahu ala për neve. Cili është ai? Që ne ta mbyllim burimin e këtyre sprovave, ose ta marrë një mesazh caktuar për ta përmirësuar cilësitë e adhurimit. Kjo është e para. E dyta, të ndërozë, kur Allahu xhallahu ala thot: "Fa bima kasabat aydikum", është si pasojë e asaj që ju keni vepruar. Ajo që ne kemi vepruar është shumë, ne edhe në kuadër të veprimeve vije çfarë? Edhe adhurimi. A është veprimi jonë adhurimi? Po. Andaj nuk është sprova domosdoshmërisht e lidhur me ndonjë mëkat të madh që dikush e ka bërë. Po mund të jetë ndëlidhur edhe me nganjëherë cilëtetin e dobët të adhurimit. E që dhe kjo është veprim që Allahu xhallahu ala don me përmirësu. Sa njerëz për shembull kanë ndodhur që pas provës së caktuar që Allah i ka sprovuar,
është përmirësu kvaliteti i namazit të tyre, është përmirësu kvaliteti dhe cilësia e leximit të Kur'anit, është përmirësu kvaliteti dhe cilësia e përmendjes së Allahut, e kështu me radhë. Nëse më herët e ka përmend Allahu xhallahu ala, e ka bëu dhikrin e caktuar, mirë po në një rutinë, pa vëmendje kështu me radhë. Tash kur e ka prik në një sprov, tash e ka vëmendjen më në nivel. Do thotë realisht ajo që të ka goditur është për shkak se ti ke qenë i pavëmendshëm dhe Allahu të ka sprovu që realisht me të përmirësu. E tërta që e marrim për kësaj është ta kuptojmë realisht shëmtueshmërinë e mëkatit. Sot fatkeqësisht njerëzit nuk janë të vetëdijshëm për shëmtueshmërinë e shkeljes. Çka i bie me bën një mëkat raport me Allahun xhallahu ala. Disi përhapja mëkateve të shumta, madje edhe vetë inkuadrimi jo në këto mëkate nganjëherë ka bërë disi me u normalizu mëkati për njerin. Po e dim se është e keqe, por jo me atë goditjen që e kishin dikur musliman të hershëm. Çfarë thot Enes ibn Malik? Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, një nga shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, paramendoni këto fjalë ja tha gjeneratës së dytë të muslimanëve, të cilët nuk u mungon të dituria, devotshmëria, do thotë ishin në nivel më të vërtet të kënaqshëm të nështrimit dhe adhurimit te Allahu xhallahu ala. Mirë po, padyshim se kishin dallim nga ajo që ishte mësuar Enes ibn Malik me e pa në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë tha Enesi? I tha gjeneratës së dytë, ju po i veproni disa punë të cilat në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i konsideronim si shkatërruese, ndërsa ju me lehtësi po i kryeni. Kjo nuk ka të bëjë me ndonjë mëkat të madh, për vrasjen ose ndoshta amoralitet në punë të këqija, se këto padyshim këto gjithmonë janë shkatërruese. Mirë po disa punë, disa po i merrni disa shkelje me thjeshtësi ju. Nëse lat po i ka përcani. Ndërsa në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i konsideroshim dhe i trajtonim si shkatërruese. Pra për shembull, sot sa është normalizu bartja e fjalëve, sa është normalizu përgojimi sot, është po thjesht, realisht njëri përgojon, e merr përgoje filonin, ja cënon dhe janë lloj nderën e vet edhe fshësitja prapë edhe tu se s'po ndodh asgjë. Kalon pe muhabet, kalon atje. Nëse kjo nuk është kaq e thjeshtë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje nuk lejonte që i dërguari sallallahu alajhi wasallam me thjeshtësi shokët e tij me e kalu shkelje caktuar. Para mendoni për shembull, nëse e marrë vetë këtë shembull që ceka të përgojimit. I dërguari sallallahu alajhi wasallam në një rast ishte me Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Dhe pranë tyre kaloi Safia, një grua e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Dhe Aisha çfarë tha? Tha për Safia një fjalë, do të thotë jo të keqe. Se kështë ta me thonë dikush, sa i shkurt filoni, sa i gat filoni, që diçka do të kuptim një përshkrim, po padyshim i pa këndshëm për atë që po përshruhet. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Për këtë fjalë që po them, për neve është shumë e thjeshtë, absolutisht si kushtojmë vëmendje. Tha Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, i tha Aishës, e ke thonë një fjalë të cilën me hudh detin e turbullon. Aq është fjalë e pahishme, aq është fjalë jo e mirë, saqë me hudh në detin kishte me turbullu. Parmend një fjalë sa i gat filoni, ose sa i shkurt filoni. E parmend diçka për te kësaj, prandaj sot janë edhe turbullu edhe raportet mes njerëzve. Është turbullu edhe jeta e njerëzve në kuptim të shumë negative, edhe mirësive, mungesa e bereqetit, mungesa e mëshirës, mungesa shumë gjërave, padyshim se vjen si pasojë do thotë thjeshtimit të mëkatimit ndaj Zotit xhallahu xhelalu. Para mendoj për shembull me çfarë thjeshtësie sot njëri se fal namazin. Me çfarë thjeshtësie dikush për muslimanëve i sabahu. Hajri inshallah xhumi, se kupton këtë me ndonjë dhimbje të caktuar, se kupton këtë me ndonjë çfarë ndodhi mu, absolutisht. Nëse kur vije goditja, çka ndodhi, pse kjo çka u bë kështu më radh. Andaj e shikon sprovën të madhe, por nuk i ka syt kur nga shkela sa është e madhe. Dhe pse Allahu thot u ya'fu an kathir, që i bie se për shumë Allahu afal,
a din se çka e meritoni t'ju ndodh me një shkelje, s'mund ta paramendoni këtë. Por Allahu xhallahu ala u fal për shumë këto, s'u godet për shumë. I lën shumë gjëra në kuptim të afatizimit, që ndoshta po pendoheni, po ktheheni. I lën për ditën e gjykimit, se të kështë me na dënuar Allahu për çdo gjë në kësaj bote, nuk do të mbetej mbi sipërfaqen e tokës krijes. S'kishte me met krijes mbi sipërfaqen e tokës. Si pasojë mëkateve të njerëzve të mëdha që i bëjnë. Për me ilustru si shembull më konkret, ndikimin e mëkatit të ndërrodhëzër, dietarët kanë sjellë shembuj të shumë dhe kanë sjellë, do të thotë me dhjetra, madje me qindra pasoja që i sjell mëkati. E që të ndoshta shumë nga ato pasoja na i përjetojmë, na i ndijmë, ne kalojmë për to, por nuk e dim burimin e këtyre mëkateve, nuk e dim do të them burimin e këtyre sprova dhe fatkeqësive që na godasin. E Allah na mëson që kthehuni këto. Dhe kur njeriu këtë kupton dhe kjo është dobia e radhës, atëherë realisht mirë me vetën e tij, mirë me pendimin, e kupton rëndësinë e pendimit, e kupton pastaj pse Allahu ka shumë dëm pendimin. Nga se Allahu e urran shumë mëkatimin. Prandaj kur dikush e braktis mëkatimin, kur dikush e braktis gjunohin, e Allahu pastaj gëzohet shumë. Nëse realisht e urran shumë gjunohin atë. E urran shkeljen. Nëse padyshim ka pasojë të mëdha. Andaj Allahu thot në Kur'an: "Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Allahu i dën ata që pendohen, edhe Allahu i dën ata që pastrohen. Realisht pendimi i çdo kujt prej neve dhe pastrimi i çdo kujt prej neve, absolutisht Allahu si bën asgjë. Kuptim pozitiv, as nuk ka shtan fuqinë, as pushtetin, as asgjë. Mirë po vetë fakti që nuk po bëhet mëkat më, nuk po bëhet shkelje më. Njeriu tash po funksionon në kuadër të natyrshmërisë së pastër, nuk është më i deformuar, nuk është më i çrregulluar. Allahu xhallahu gëzohet. Gëzohet se nuk të ka kriju për mëkate, të ka kriju për me qenë rregull. Edhe pse jemi të dobët, bëjmë mëkate ne bëjmë çime. Andaj Allahu xhallahu ala e don pendimin. Dhe kjo e më kuptu, gjithashtu tash nga ajo që kuptojmë të mirë me pendim të vazhdueshëm. Dhe ta kuptojmë rëndësinë e fjalës astaghfirullah. Kur themi astaghfirullah, o Allah më fal, ta kuptojmë pak më rënd këtë fjalë se çfarë peshë ka. Sa fatkeqësi larguar me këtë fjalë, sa probleme larguar me këtë thënie, me këtë dua, me këtë lutje që ne ja bëjmë Allahu xhallahu ala. Dhe kur ne kuptojmë këtë ajet, do të ketë peshë më të madhe fjala astaghfirullah kur themi atë. Do të ketë rëndësi më të madhe kërkim falë kur ne e bëjmë në raport me Allahu xhallahu ala. Dhe e dyta që kuptojmë nga kjo te tauba është kur Allahu gëzohet për pendimin e dikujt. Çfarë sinjali na jep neve? Se Allahu nuk don me dënu dikën. Allahu xhallahu nuk kënaqet kur e dënon dikën. Si kur se kënaqen njerëzit. Shumë njerëz këtë botë, nëse dikush u ka bënë të keqe, ka fol për ta keq, ose u ka vë padrejsi. Dhe pastaj filoni e merr dënimin e merituar. Ma gëzohem na, e ka lyp. Pse falke, pse më thëjke? Na gëzohemi kur dikush e merr dënimin e merituar për shkak se neve një fjalë na e ka thonë. Ndërsa Allahu gëzohet kur ne pendojme tek Allahu për shumë të këqija që kemi bërë raport me Allahun xhallahu ala. Shikoj atëherë pra dashurinë e Allahut ndaj neve dhe dashurinë e njëri tjetrit që kemi ne mes neve. Sa është më e madhe dashuria e Allahut për neve? Dhe kjo na bën që na më dashur Allahu xhallahu ala. Na bën që më të vërtet me pas një afërsi të posaçme. Sikur se tha një nga dietarët e mëdhenj të hershëm, tha: askush nuk më don më shumë se Allahu. Prandaj asun nuk ish dash me dash askën më shumë se atë. Askush nuk kujdeset për mua më shumë se Allahu. Dhe kjo nuk kupton se asun nuk ish dash më u kujdes për askën më shumë se për Zotin xhallahu ala. Jo më kujdes për me rujt Zotin, as s'kem nevojë me rujt atë. Nëse ajo është el hayy el qayyum, ai është i gjallë që çdo gjë e mban dhe ai kujdeset për çdo gjë. Dhe nuk ka nevojë që askush të kujdes për të. Por të kujdesim për çfarë? Të kujdesim për raportet me të, të kujdesim për obligimin ndaj tij, të kujdesim për kufit, të kujdesim për gjitha që Zoti xhallahu ka kërkuar ne të kujdesemi. Prandaj Allahu xhallahu i gëzohet pendimit dhe i gëzohet kthimit të robët të tij. Këtë gjithashtu Allahu xhallahu të ndrozur na me kuptu: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir." Të shumta janë ato që ju i bëni
dhe tëra e që ju gëdhet është si pasojë asaj që keni bëj ju vetë. Dhe për shumë tjera Allahu xhallahu ala u afal juve. Nga kjo ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht i ka porosit dhe i ka këshilluar sahabët e tij gjithashtu, njëjtë sikurse edhe ajeti, se shumë fatkeqësi, shumë të këqija që ndodhin këtë tokë vijnë si pasojë vetë bijve të Ademit. Edhe sot për shembull, sa janë shqetësimet e mëdha që vetë njerëzit tash po i ngrinë, shkencëtarët, qoftë ndotja e ambientit apo qoftë shumë fatkeqësi që po ndodhin, që rrezikohet njerëzimi me paksim të ujit që është burimi i jetës apo ndryshimet e ndryshme klimatike, vetë shkencëtarët kujt pia kthejnë fajin, vetë njëri ka bërë këtë. Lakmia dhe pangopsia për fitim ka bërë që mos shikon fare në ndikimin e asaj që ai e bën për të fituar në rrethonat e jetës së tij. Në vetë jemi dëshmitar, vetë po vërtetohet se njeriu është shkelci më i madh i natyrës. Njeriu është shkatërruesi më i madh i natyrës. Madje edhe kafshët bashkë me u bë nuk prishin sa prish njeriu fatkeqësisht. Prandaj edhe kjo është një mesazh që duhet ta kuptojmë. Cili është ai? Se njeriu vetëm në hijen e udhëzimeve të Allahut azza xal, vetëm kur i kthehet natyrshmërisë së tij, kur i kthehet asaj që Allah ja ka dhënë si udhëzues për përdorim, kush të ka kriju? Allahu xhallahu ala. Andaj kur të ka kriju, ai të ka një udhëzim të përdorimit të vetvetes tënde dhe të përdorimit begative, në qoftë se don me bëu për të mirë. Në momentin kur njeriu nuk e merr parasysh udhëzimin e përdorimit, manualin e përdorimit, nuk e merr parasysh, atëherë bën prishje. Para në me morën një maqinë edhe mos më shojë çu përdorte. Me prek eksperimente. Çu po merr mendja mua, ç'a dën atë? Me prek për shembull susën që po pëlqen mua, se kjo pas ka ngjyrën më të mirë se kjo. Me ngjyra me prek. Po shkon kjo me ngjyrë valla. Nuk shkon kjo me ran. Po shkon me një rregull caktuar funksionon. Prandaj edhe në kësaj bote nuk shkon çu të pëlqen ty ose me ngjyrë ose me ran çu është, po me rregull. Prandaj edhe ndodhin ato që ndodhin në kësaj bote. Dhe nuk ka rrugdale për njerëzit. Sot njerëzit për shembull bojnë konferenca të ndryshme, përpjekje të ndryshme që me ndal këtë shkatërrim, me ndal këtë rënim, bojnë përpjekje shumëta. Dhe padyshim se ato janë mirëseardhëra dhe janë të dobishme. Mirë, po esenca është dikon tjetër. Burimi i problemit realisht është tek pangopsia e njerit, te lakmia e vazhdueshme e tij për ta marrë këtë botë që realisht është shumë më shumë se që i duhet. Dhe derisa nuk ndalet ky mëkatim, nuk do ndodh as shkatërrimi, dhe nuk do ndodh as fatkeqësit, as provat. Sa sot edhe ndodhin në përbos shohim të ndryshme janë luftra, konflikte, probleme, si pasojë e çkafit. Asnjëherë s'u vjen si pasojë se njerëz kanë qenë shumë mirë, shumë bujar, shumë të sjellshëm, për një herë vjen i zullumçar, vjen i padrejt, vjen i lakmiqar, vjen dikush, bën gjuna, bën shkatërime dhe bie pasaj rënimi i asaj që njerëz me vite edhe me sheku dhe ndoshta me dekada e kanë ndërtuar. Me një rast kur me një vend caktuar janë do të thotë muslimanët kanë hyrë e kanë çliruar vend, me atë rast e kanë pa një nga shokët e pejgamberit ose me Abu Dardën radhiyallahu ta'ala anhu, e kanë pa të ulë me një vend dhe po qanë. E i kanë thonë, po sot nuk është dosh, bile bashkë, sot si është dosh me kajtë, se sot që në animaj Allahu dhe këtë vend e çliruam dhe tash po lullzon këtu edhe mirësia, edhe besimi, edhe liria. Hajru bo, dobi është kjo. Zipse po kanë sot, çfarë tha? Ta shiko këta njerëz që ka po do të njerëz në të kuptim të çrregulluar se luftë ka qenë, dhe sot kthehet në vend vetë duhet pak kohë. Disa të robruar atje, disa e shkatru pasuria, ka pa shkatrime, si pasojë luftës që ka ndodhur. Këta njerëz detje kanë qenë rahat, detje kanë qenë mirë, po e tepruan me shkatrime e bënën dhe e bënën vetëm që dikush pe i larë marë të tash edhe me u kufizu linin, me u bo ato të thëtë, realisht nuk është dasht, na me arë me u mësu këto, është dasht ta vetë të punë me i bo për vetën e t'ju njëmë. Andaj thot edhe kështu të dhe ne, në qofë se ne e bëjmë të parëndësishëm obligimin e Allah ndaj neve,
na bën edhe Allah të parancishëm tek të tjerët apo. Kur fort vlerë s'ka apo. Kush don të çet, kush don të merr, kush don të përzon, e ke bu vetën. Nga se ti realisht je bëj parancishëm te vetvetja jote fillimisht. E pastaj e bua edhe tek të tjerët i parancishëm apo. S'ka në vlerë. Prandaj Allahu xhallahu ala mëson në këtë si t'ja kthejmë vlerën vetvetes tonë apo. Si t'ja kthejmë mirësinë vetes tonë. Si t'i evitojmë fatkeqësitë, si t'i largojmë sprovat nga vetja jonë, si të mbrohemi kur të vinë sprovat, si t'i kuptojmë drejt sprovat, të gjitha këto nga një burim. Fa bima kasabat aydikum, sipas asaj që e kanë bërë duart e juaja. Prandaj kur ndodhi fatkeqësi vëllai nderuar, mos shiko filoni ma boni fiseku, ole kokën thuj o Zot më fal. O Zot më fal. Prandaj edhe kur ka dashur Haxhaxhi me e ekzekutu Sejdi ibn Xhubairin, Sejdi ibn Xhubairin kon dietar i madh. Po Haxhaxhi kon zullumçari, keq që kon. Kushdo që ja ka prish, e ka prish. Kushdo që i ka dalë nudhe, fatkeqësisht me dhunë ka largu për rrugë, s'ka pranuar as këshillas, zullumçari madh do kon. Dhe kur ka dashur me ekzekutu Sejdi ibn Xhubairin, çfarë i tha Sejdi ibn Xhubairin? Subhanallahu, ja dhani fjalë të mëdha. Ja dha do porosit mëdha Haxhaxhit para ekzekutimit. I tha: "In kunta zaliman", në qoftë se ti je zullumçar, "walladhi sallataka alayya laysa bidhalim", ai që të ka mundsuar me hyjti mi krye është i padrejtë. E dinë pse ka bëu këtë punë atë. Apo në kofshti i padrejtë, ai që ta ka mundsuar ti me hyjti mi krye mua është i padrejtë. Ai vepron në bazë të drejtësisë, edhe në bazë të urtësisë. Pra i shikoj dikun ku ka rrjedh dikun, shikoj dikun ku ka rshit se ka ndodhur për shkak të diçkafit. E që pastaj i është hap dera zullumçarëve, e i është hap dera lakmiçarëve, e të pangopsve e kështu me radhë. Edhe pse sot fatkeqësisht kritikat e njerëzit gjithmonë janë jashtë vetvetes. Kur ata s'kan faj. Gjithmonë nuk ka faj filoni, fistikoj. Është vërtet që e ka bu keq, po pse ardhi këtu? Të shumë me qenë të mirë njerë të komplet, me qenë të organizumë si duhet, me qenë solidarë si duhet, me qenë të mëshirshëm si duhet. Nuk u bënë Allah të pa drejt me u qenë i zullumçarë. Ata këtë jo këtë mirë, po që Zoti ja u qenë i zullumçarë. S'do të shto. Prandaj pendimi është imuniteti më i mirë për bazë provave. Dhe pendimi është mjeti më efikas për te i kalimin e sprovave. Dhe pendimi është rruga e vetme që përmes saj i kthehemi Allahu xhallahu ala dhe sigurojmë dhe garantojmë për veten tonë mbrojtjen e përkrahjen e Allahu xhallahu xhelalu. Ndërsa nuk ka vëndëruar, sikurse ka thënë Aliu radiallahu ta'ala anhu, një fjalë të madhe ka thënë Aliu radiallahu ta'ala anhu, mos të shpreson njeri naskën pos Zotin, veç ai nuk zgënjen. Se tjerë, ndoshta edhe pa qëllim, ke pasur mbyt dykon, unë kisha tip ma krym punën, po s'po muj valla. Apo andaj zgënjen njeri. Ma e myt veç te Allahu xhallahu ala. Allahu kur nuk zgënjen. Kur nuk lën llaç. Andaj thot Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, mos shpreson në askën pos Zotin. Dhe gjithashtu mos ja ke frikën askujt pas mëkatit tënd. Se vallahi nëse je i sigurt nga mëkatet, trun Allahu xhallahu ala. Kur kujt mos u mos neve. Ama kur të bëjsh një shkelje, e tash këqyve çka po vjen atë. Se kjo është rregulli i Allahu xhallahu ala. Dhe ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanb, nuk zbret një belan tuk pas si pasojë e gjinohit. Dhe ka thënë Aliu radhiyallahu anhu, wa ma rufi'a illa bi tauba. Dhe nuk largohet pas me pendim. Pendohuni tek Allahu, ktheuni tek Allahu, përmirësoni raportet me Allahun, përmirësoni raport me veten e juaj, keni e pas punë. Kjo është këshilla e Aliut radhiyallahu anhu dhe ky është rregulli i jetës që Zoti xhallahu ala na mëson përmes këtij rregulli të Kuranit. Andalus Allah xhallahu ala që të na ruaj nga çdo fatkeqësi dhe çdo keqje dhe sprov dhe na mundson që të pendohemi dhe të themi tek Allahu xhallahu ala. Allah na ruaj nga shëmtueshmëria e mëkateve dhe na ruaj nga bashkëjetesa me gjunohet, me e normalizuar gjunohen tu se nuk po ndodh asgjë. Kjo është më e keqja e mundshme që mundet me na ndodh. Allah i shpërblet për vëmendje me kaq për do fond. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.